Përshëndetje, të nderuar prindër, jemi në përfundim të javës së tretë të shkollës dhe po vazhdojmë me konsultime çdo mëngjes për të qëndruar pranë të gjithë fëmijëve, kryesisht fëmijëve të klasave të para. Kush janë problematikat që po shikojmë? Siç e kemi thënë dhe më përpara, me një pjesë të fëmijëve situata është emergjente, sepse kemi stereotipin e fëmijëve të cilët akoma nuk pranojnë të shkojnë në shkollë. Por, siç e kemi thënë dhe më përpara, problemi jeni ju, së pari. Fëmia duhet të ndjekë rregullisht ciklin qerdhe, kopsh dhe parashkollor, duhet ta ketë ndjekur në mënyrë që të jetë filtruar e gjithë ngarkesa emocionale dhe ngarkesa pedagogjike, për të përballur më pas me klasën e parë. Të nderuar prindër, shkolla është shkollë. Shkolla është institucion dhe institucionet kanë detyra, të drejta, përgjegjësi. Duhet që fëmijët të mësohen me detyrat dhe me përgjegjësitë. Nuk është koha për t'i llastuar. Bëhen shumë gabime dhe i shohim çdo mëngjes tek dera e shkollës. Gabimi i parë, fëmia duhet njihet me konceptin orar. Shkolla ka orar. Fëmia duhet të jetë në shkollë përpara orës 8. Në orën 8 fillon mësimi. Shohim akoma fëmijë që vijnë pas orës 8 dhe vijnë duke qarë dhe prindrit gabojnë dhe i thonë, në qoftë se po qanë, hajde të qetësohemi pak te lokali, hajde të ham një çokoladë, apo do të vi të marri erët babi, mami, tezja, halla xhaja. Jo, të nderuar prindër, fëmijët duhet t'i mësojmë. Fëmijët nuk duhet t'i llastojmë. Duhet t'i mësojmë. Shkolla ka rregulla. Detyra e fëmisë është shkolla. Duhet të ndjekim shkollën. Flisim me fëmijët. Ulja në ngarkesën emocionale, ulja në ngarkesën pedagogjike, por prinderoni, dëgjoni mësuesit. Mos i premtoni fëmijëve që do t'i merrni herët dhe më pas nuk e zbatoni. Mos i premtoni fëmijëve që do ta marrë gjyshja apo dadoja. Gjyshja, dadoja, me të respektin, nuk e zëvendësojnë dot shkollën, nuk e zëvendësojnë dot institucionin, nuk e zëvendësojnë dot disiplinën. Fëmia duhet mësohet që ka një kohë për argëtim, ka një kohë për studim. Të nderuar prindër, duhet të ndiqni parimin më jep të t'jap, zbato të zbatoj, plotso të të plotsoj. Do të thotë, fëmia duhet të jetë i përgatitur emocionalisht dhe psikoemocionalisht për të përballur me atë që e pret. Nuk ka më kohë, ka kaluar java e tretë e shkollës. Fëmia duhet mësohet që shkolla do të bëhet. Shkolla është detyrim për të bërë një qytetar i mirë. Duhet mësohemi që ka një disiplinë dhe ka një orar. Duhet të çohemi në mëngjes, duhet të përgatitemi për të ardhur në shkollë, do të ndjekim mësimin. Për të gjithë ata që kanë regjistruar në programin After School, gabimi më i madh që bëhet është që vinë gjysher, teze, xhaja, halla ke dera, apo për fëmijëve i premtohet një mundësi tjetër. Të nderuar prindër, është luftë terreni në thonjza, që do të thotë prindi dhe fëmia. Fëmia kërkon të plotësoj terren. Askush nuk do t'i bëj detyrat. Ndaj duhet t'i mësojmë që përgjegjësia dhe detyrat e fëmijëve janë detyrat. Siç e thash, problemi fillon nga ju. Le të bashkëpunojmë të gjithë bashkë për të bërë më të mirët, në radhë parë për qytetarin e nesërm, për fëmijët tanë. Ju rikujtoj që po vazhdojmë regjistrimet për ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit passhkollor, kurset profesionale, gjuhë e huaja, informatik, arte, sporte me radhë. Jemi krau juaj, jemi Time Center, ju mirëpresim.